Përshëndetje të dashur miq, dëshiroja të ndaj një video me ju, do me thënë ndodhen dy ngjarje në shtëpi. Bisedën e parë Egli e bëri me Danjën, duke folur për videon që ka parë, për informacionet në fakt që ka marrur nga jashtë dhe nuk e di sa të tolerueshme janë brenda në shtëpinë e Big Brotherit, ndërsa Gjesti bisedën e parë e bëri me Lopën. Gjesti po fliste me Lopën që Arber Hajdari dhe Neda, të paktën Neda, në fakt se Arbri nuk e përmendi, u kërkoi ndjes, mundoheshte që ta nxjerrën keq atë si lojtar, që ta bën një lojtar të dobët në sy të Gertës, ndërsa Egli nuk preferoi fare t'i afrohet Gjestit, përpos një përqafim shumë të ftohtë dhe shumë të egër. Egli bisedën e parë ndau me Danjën, ajo bisedonte dhe me Kellin dhe me Aldon dhe me Jozin, do me thënë me grupin e kundër të Gjestit, duke thënë që Gjesti mua më uli. Unë kam ullur veten time duke kërkuar falje një personit i cili e kishte fajin vet, ndërsa tani jam krejtësisht ndryshe, kam mirë tjetër. Si e shikoni ju sonte këtë natë? Dua të marr mendimin tuaj.